Allah subhanahu wa taala në një ajet ju drejtohet besimtarëve me fjalën ja ayyuhalladhina amanu. Dhe kemi thonë që Hasan al-Basriu ju ka drejtuar muslimanëve dhe ju ka thonë që sa herë që të vire fjala ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, o ju të cilët i keni zonë besë Allahun dhe keni thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tha hapni vesh, jeni të vetëdijshëm dhe ndëgjoni me bindje se kjo fjala Allahut azza wa jall ka të bëjë me tije. Gjithsesi kjo fjala Allahut azza wa jall ka të bëjë me secilin prej neve, ose na urdhron Allahu subhanahu wa taala me ndonjë vepër që ka hajër për neve, ose na ndalon prej ndonjë vepre e cila është e dëmshme për neve. Në këtë rast Allahu subhanahu wa taala po thot ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët i zut besë Allahut, besut Allahun subhanahu wa taala, o ju besimtar, përmendeni Allahun shpesh, apo përmendeni Allahun shumë. Vëllezër të dashur, është një rregull në shariatin e Allahut subhanahu wa taala se çdo urdhër i Allahut subhanahu wa taala, çdo urdhër i Allahut subhanahu wa taala është farz për ne. Është obligim që duhet kri. Ata në këtë ajet Allah subhanahu wa taala ju thot përmendeni Allahun. Po jo vetëm e përmend Allahun. Ne i kemi farz, e kemi obligim ta përmendemi shumë Allahun subhanahu wa taala. E dhikr, fjala dhikr, rrjedh për fjalës arabe nëse e përkthem është për kujtim. Do të thonë është për kujtim. Edhe terminologjinë shariatin e Allahut çka është dhikr, është me përmend Allahun subhanahu wa taala me zemër, me përmend Allahun subhanahu wa taala me fjalë dhe me përmend Allahun subhanahu wa taala me gjymtyr. E përmendimi Allahun subhanahu wa taala me zemër duke i pas frikë Allahut, duke dashur Allahun subhanahu wa taala. E përmendimi Allahun subhanahu wa taala me gjymtyr duke bën namaz, duke dhënë sadaka dhe kështu me radhë. Dhe përmendim Allahun subhanahu wa taala me gjuhë, sikur që është leximi i Kuranit, sikur që është fjala subhanallah, alhamdulillah dhe kështu me radhë. Vëllezër të dashur, thash se fjala dhikr në gjuhën arabe përkthehet për kujtim. Kurse insan, njeri, thuhet që rrjedh për fjalës nisjan, që i bën në gjuhën arabe hares, e kundërta e dhikrit. Njeriu është e kundërta e dhikrit. Sikur që donë Allah subhanahu wa taala na rikujtoje neve që kemi haruar. Na kujtoje neve bijve të Ademit që kemi haruar se ne vendlindja jonë është xheneti. Fiksionimi jonë është xheneti. Dashuria jonë është Allahu. Zoti jonë është Allahu. Allahu është krijuesi jonë. E ne këtë e kemi haruar se jemi insan. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala po e cek që duhet të kujtojmë Allahun, të përmendemi shpesh Allahun, sikur që dënë Allahut në thoje që hej, mos haro, mos u habit, se vendlindja jote, pikësinimi jote është xheneti. Allahu është, Zoti jote është krijuesi jote. Andaj kujdes, përmend Allahun shpesh, që mos të harosh se ku je nis dhe robi kuj na ije. Në këtë mënyrë do të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër dashur, gjithashtu duhet me ditë se dhikr shpesh herë kur e përmendemi në fjalën dhikr, na shkon mendja te fjala subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Edhe kjo është prej dhikrit. Edhe kjo është prej ibadeteve të mira të cilat Allahu subhanahu wa taala i nxit besimtarët edhe i urdhëron besimtarët që të veprojnë një gjë të tillë. Mirë, po ajo që është më e rëndësishme është se besimtari muslimoni duhet ta dinë vlerën e dhikrit. Duhet ta dinë se çka është dhikr. Dhikr është për mallim për Allahun subhanahu wa taala. Dhikr është me deshtë Allahun subhanahu wa taala. Dhikr është mu mallëngju për Allahun subhanahu wa taala. Dhikr është ta dush Allahun subhanahu wa taala më shumë se vetveten tonë. E kjo është dhikr, kjo është përmendje e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duhet me ditën që Allahu kur po na nxit me përmend Allahun, na i ka bu farz përmendjen e Allahut. Mirë po ka thonë shpesh edhe shumë. Ka thonë shpesh edhe shumë që gjithmonë duhet me pas parasysh ne
dhe asnjëherë s'duhet me haruen ne dhe t'ja rikujtojmë të tjerëve se përmendja Allahut Azza wa Jall është rruga për në xhennet. Andaj ajetet e shumta që flasin për vlerën e dhikrit, edhe hadithet e tepërt që flasin për dobit dhe vlerën e dhikrit, atë shumë janë sa që besoj që jeta e besimtarit është gjithë dhikr. Dhe më thonë, sikur që dënë me tregu ajetet e shumë dhe hadithet e tepërt që flasin për dhikrin, sikur dënë me na mësu mua dhe ti që jeta e besimtarit në fakt është dhikr. E gjithë jeta e besimtarit është përmendja Allahut. E gjithë jeta e besimtarit është kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Prej do t'i cekin në mënyrë të shpejtë disa dobi të dhikrit, se mund dal për secilin ka me mbajt ka një ligjërat. Mirë po, për shkak të kohës do të mundona që sa më shkurt të përmendemi disa dobi të dhikrit. Prej dobive të dhikrit është vëllezër dashur se sendi më kryesor është që e largon shejtanin. Kur ta përmendmi Allahun, qoftë me namaz, qoftë me fjalën subhanallah, qoftë me elhamdulillah, qoftë me fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika la, dhe kështu me radhë, sendin e parë të cilën ne e bëjmë vëllezër të dashur, është se ne e largojmë shejtanin prej vetveteve tona. Ne e largojmë shejtanin prej vetveteve tona. Andaj nëse dojmë që ne të jemi larg shejtanit, nëse ne dëshirojmë që shtëpitë tona t'i mbrojmë prej shejtanit, nëse ne dojmë familjet tona t'i mbrojmë prej shejtanit, nëse ne dojmë sofrat tona t'i mbrojmë prej shejtanit dhe shtëpitë tona t'i mbrojmë prej shejtanit dhe t'jemi sa më larg shejtanit, atëherë duhet ta shtojmë dhikrin, duhet ta shtojmë ibadetin, duhet ta shtojmë përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. E atë sa e shton njeriu dhikrin, aq është i fortifikuar prej shejtanit. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith thot, shembulli i besimtarit me dhikrin është sikur një njeri që e ngaren armiku dhe don ta mbyt dhe ky njeri hik dhe e shef një fortifikat, e shef një kala dhe hin në atë kala dhe mshefet dhe rruhet dhe vin armiku së një ban kur gjon. Thot kështu është dhikri. Kalaja e besimtarit, fortifikata e besimtarit është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur t'jesh zemra jote, kur t'jete e mbushur me nurin e dhikrit, kur zemra jote edhe zemrat tona, kur t'jenë mbushura me dritën e dhikrit, me nurin e dhikrit, wallahi shejtani kur të mundojë të hijen zemrat tona, do ta gjej ky nur, do ta kall ky nur, dhe nuk do ta ketë lehtë të hinë në zemrat tona. Për këtë edhe Abdullah ibn Abbasi ka thonë që shejtani qëndron ulur mbi zemrat e bijve të Ademit. Qëndron ulur mbi zemrat e bijve të Ademit dhe shiqon zemrën e besimtarit. Po e përmeni Allahun, po boni dhikr, tha shejtani largohet dhe s'u futet në atë zemër. Po nuk e përmendi dhe haroj Allahun subhanahu wa taala, atëherë shejtani e sulmon këtë zemër. E sulmon këtë zemër me cytje, me vezvese, edhe me smundje të ndryshme, siç është ankthi, siç është stresi dhe shumë sende tjera. E kjo është rezultat i mos përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, dobia e ditë e dhikrit është dritë, është jetë, është gjallërim për zemrën. Vëllezër, zemra jon ka nevojë për mu gjallënue. Zemrat tona kanë nevojë për iman, kanë nevojë për dhikr. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ne zemrat gjallëron, zemrat tona jetojnë, po edhe mund të vdesin. Se ka zemra të gjalla dhe ka zemra të vdesura, të vdekura, dhe ka zemra të cilat janë proces të smurjes ose të shërimit. Domethënë, kemi të bëjmë me një zemër të shëndosh dhe me një zemër të smund, me një zemër të vdekur dhe një zemër e cila është proces, ose është smundjes ose proces shërimi. Andaj vëllezër, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Allahun është sikur shembulli i gjallit me të vdekur. Pra përderisa e përmendmi Allahun, ne, pra çdo person i cili e përmend Allahun është i gjallë. Shtëpia në të cilën përmendet Allahu është shtëpi e gjallë. Shtëpia në të cilën lexohet Kur'ani është shtëpi e gjallë. Shtëpia në të cilën falet namazi është shtëpi e gjallë. Edhe e kundërta, një njeri i cili nuk e përmend Allahun, ai është vetëm trup edhe asht. Ai vetëm mish dhe asht.
Zemra e tij nuk gjallëron, nuk jeton. Andaj edhe nuk e ndjen kënaqësinë e imanit. Andaj edhe nuk e ndjen kënaqësinë e besimit. Për këtë vëllezër, kur ti lexosh jetën e sahabëve, atyre njerëzve të cilët e kanë njoft Allahun, edhe zemrat e tyre janë kunxalla, i shef se si kanë nguru për me si kanë garue për me fal namaz, edhe janë kënaq me namaz. A ti pa shkupjanski kanë ujivat me namaz. Janë shkri namaz. Për këtë gjën Abdullah ibn Zubairin duke granatu me gurzi në çaba ju falke edhe nuk nike hiç kurxon. Për këtë gjën fjalët e atyre të cilët i kishin zemrat e tyre të gjalla dhe përmendshin Allahun subhanahu wa taala dhe ishin me Allahun subhanahu wa taala, i gjën thot çuditna me bitë e mbretërve. Çuditna me mbretërit dhe mbi të mbretërit. Jetun këtë dunjë dhe shkuan për ahiret. E dhan amanetin dhe u bën për ahiret. Shkuan në varreza dhe nuk e shijuan sendin më të mirë i cili janë këtë dunjë. Domethënë, matematikët tonë, njerëzit të cilët kanë pushtet dhe kanë pasuri, ato mund të kënaqen. Mund të shijojnë kënaqësitë e kësaj dunjoje. Mund të shijojnë të mirët e kësaj dunjoje. Mirë, po këto kanë thonë çuditna me këto njerëz të cilët gjithë këtë pasuri, edhe gjithë këtë pushtet, edhe gjithë këto të mira, prap vdiqen dhe nuk e shijojnë sendin më të mirë, më të bukur dhe më të ëmbël në këtë dunjë. Thanë cili është? Tha namazin dhe kënaqësinë e namazit. Tha namazin dhe kënaqësinë e namazit. Po pse vëllezër të dashur? Se një zemër e cila nuk ka namaz, është e vdekur. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe atij i cili nuk e përmend Allahun është sikur shembulli mes të gjallit dhe të vdekurit. Edhe një hadith tjetër është shtëpia në të cilën përmendet Allahu. Është shtëpi e gjallë dhe shtëpia në të cilën nuk përmendet Allahu subhanahu wa taala është shtëpi e vdekur. E këtu më kujtohet një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpesh herë na thekë, faleni sunet në shtëpi, mos i bani shtëpitë juve varreza. Ha? Falni thekë sunet në shtëpi, mos i bani shtëpitë juve varreza. Pra vëllezër dashur, muj ka njeriu me jetue, e me një shtëpi ku përmend ka Allahu azza wa jall, tu ka shtëpi e gjallë. Tu ka shtëpi ku Allahu azza wa jall lavdrohet. Çdo shtëpi, domethënë, aq sa më shumë falet me një shtëpi namaz, aq sa më shumë të lexohet Kur'an, aq sa më shumë agjërohet, aq me një shtëpi që ka përmendje Allahut, aq Allah subhanahu wa taala gjallëron atë shtëpi edhe në shtëpi e gjallë. Pastaj vëllezër dashur, prej dobive të dhikrit është se i qetëson shpirtet dhe zemrat. Vëllezër të dashur, problemi i këtij shekullit është ngushtimi i gjoksit. Problemi me ankth, problemi me stres, problemi me depresion. Andaj edhe studimet më bashkëkohore të kohës tonë vëren se problemi i shumicës njerëzve, rrezullin toksor, musliman dhe jo musliman, e kanë tek depresioni, e kanë tek stresi, e kanë tek ngushtësia e zemrës. A ki po, njeriu kur ka probleme vëllezër dashur dhe të lashe, ku e ka problemi? Apo thot kam diçka në gjoks. Apo në gjiks kam një farë ngushtësimi. Kam ngushtuar diçka. Që këtu e kam hoxha. Që këtu e kam. Qite, po qish me qit hoxha? Çfarë qish me qit? Allah ka thonë ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Vëllezër dashur, pejgamber Musa alayhis salam ka thonë Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. O Allah ma zgjeron gjoksin. Me një fjallë mi largo problemet, o Allah. Ma largo stresin, o Allah. Ma largo depresionin, o Allah. O Allah, mi largo gajlet e kësaj dunjoje. Pejgamberi sa sënë thot, elem në shrah leke sadrek, Allah po i thot Muhammedit, a nuk ta zgjerum ti gjoksin? Demet, ngushtësia që ekziston në gjoks, është problem. Edhe kjo është problem i gjitha të lasheve të cilët janë të kohës bashkohore, vëllezër dashur, jam çudit që shumicë, jam çudit se e kam një farë, domethënë çështja e rukjes të bën me kuptu se sa njerëzit morin hapa qetësues. Domethënë me të madhe diazapan pijet. Me të madhe dimitrin pijet. Me të madhe pijet Heleks. A pse? Pse ka ngushtin gjoks? O gjok kam problem këtu. Po, është e vërtetë, se e kilon dhikrin, e kilon përmendjen e Allahut, e kilon namazin, e kilon Kur'anin, e kilon njoftjen e Allahut, e kilon sejdën, e kilon rukun. Normal është, shumë është normal me të ngushtuar gjoksi. Për këtë Allah zot ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut zgjerohen gjoksat dhe qetësohen zemra. Zemra e cila na ka çelon vëllezër dashur.
zemra, në ruh. Jeselune ka një ruhi, kulli ruhu min amrillah. Të pyesin ti për shpirtin. Trupi njeriu tash me disen, është trup edhe shpirt. Shpirti e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla është ai i cili e ka krijuar. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala din më së miri se çfarë nevojitet këtij shpirti që të jetë i qetë. Allah azza wa jalla na ka treguar se me çfarë qetësohet shpirti. Me çfarë qetësohet zemra. Allah subhanahu wa taala sa ai është krijues. Ai vetë ka krijuar, ai din çdo imësim, çdo detaj të shpirtit ton. E din se me çfarë çoroditet shpirti jon. E din me çfarë qetësohet shpirti jon. E din me çfarë prishet shpirti jon. Ama ditën kohë e din edhe me çfarë ndreqet shpirti jon. Andaj Allah subhanahu wa taala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, sa me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtat. Me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtat, jo zemrat. Shpirti. Se ki pa ka të njerë, zemrën e ki super. Shkon të mjeku, pulsin e ki super. Shtipin e ki tamam. Mo prap dhe në zemra. Prap shpirti sa është rahat. Po vllai dashur, nuk është rahat. Se ti nuk e ki mori ilaçin të cilën krijuesi i saj ta ka treguar në Kur'an dhe të ka thonë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtat. A don me qetësu, a don me kon larg stresit. A don me kon larg problemit, larg depresionit, larg onkthit, larg ngushtimit gjoksit. Përmend Allahun subhanahu taala. Fillo me namaz. Provoje me namaz. Kimë pa. Vëllezër të dashur, nëse don komoditet, nëse do qetësi, nëse do kënaqësi, nëse do me thonë rahati shpirtërore, që shumë njerëz i e lipin, edhe mundohen me mënyra të ndryshme për me arrit këtë qetësi shpirtërore, që të gjithë e kanë gabuar. Që të gjithë e kanë gabuar. Rruga e vetme për më qetësu shpirtin është përmendja Allahut subhanahu wa taala. Sa Allahu zë ka thotë, me të vërtetë përmendja Allahut i qetëson shpirtin. E ç'është përmendja Allahut? Përmendja Allahut thash, çdo ibadet që e krim ne, me automatizëm e përmendmi Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër dashur, prej dobive të dhikrit është se e largon ngurtësinë e zemrës. E largon ngurtësinë e zemrës. Prej dobive të dhikrit është që na jep Allahu subhanahu wa taala fuqi zemër edhe fuqi fizike. Parandov vëllezër dashur, nëse përmend Allahun, të jep forcë shpirtërore dhe forcë fizike. Këmë thonë qish o gjë, erdhë bashortja, erdhë vajza pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do anku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thaj dërgumi Allah du shërbetor. Tha baba jam e du një shërbetor, të më ndihmojë me i kri obligimet, detyrimet e cilët i kam shpe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, nuk ka mundësi se jam i varfër, nuk ka mundësi me ta blej një shërbetore me ta prun shpe. Atëherë mbromje shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te vajza vet, thoi bi. Edhe dhondrit vet Aliut radhiyallahu anhu tha, a do më u kallzu juve një punë, nëse e bani, Allahu ja shton kuvete, ja shton forcën. Dhe ti kemi kri obligimet, detyrimet e shtëpisë, çka i kije në shtëpi dhe nuk do ndjesh lodhin. Tha urdhra, tha kur bish me flet thuj 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, edhe 34 herë thuj Allahu akbar. 34 këto këtë bën 100. Edhe thot Fatime radhiyallahu anhu, dhe Aliu radhiyallahu anhu, tha prej abdit që më ka këshillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i kam lënë asnjëherë këtë dhikr. Çdo herë e kam bëu. Çdo herë e kam bëu, më bash asnjëherë se kam bëu. Tha çfarë? Këti ke bëu, tha këti kam bëu. Këti kam bëu. Njëri prej pranishve ku deshti me zon Aliun radhiyallahu anhu ngusht, se sahabët e kanë pas një rregull, nëse ja kanë nisni punës, asnjëherë nuk e kanë lënë. Domethënë sahabët e kanë pas çastë principi. Nëse ja kanë nis me bon, ça met mu pas bon se kanë lënë. E njëri prej pranishve deshti me zon ngusht Aliun radhiyallahu anhu, sikur që më thon, Ali yomul jamal fa natën ndodhi një farë betejë e madhe. Tha në çat natë e gjibuan. Dhe me çat natë kur ke puna rrezik, kur ke puna, domethënë xhalla vdek, shumë ish minzor. Tha çat natë e gjibuan, tha çat natë. Sa nga thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jep forcë. Prej dobive të dhikrit, vëllezër është që Allahu azza wa jall ti plotson dëshirat pa i kërkuar. Bile më mirë sa ato që i kërkojnë. Vëllezër ne dua çfarë alip na pi Allahu subhanahu taala, apo o Allah më jep këtë, o Allah më jep këtë, o Allah më jep këtë, o Allah më jep këtë. Apo ka thon thot Allahu subhanahu taala me një hadith. Thot kush më përmend mua? Kush më përmend mua? E përmend Allahun, bën dhikr Allahun subhanahu taala.
thot unë ati i jap më shumë dhe më mirë se sa ato që më lusin mua. E kjo në hep me kuptu që o ti musliman, o ti besimtar, mos kujto që kur ta përmendesh Allahun, kur thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, të falesh namaz, edhe nuk e ke lut Allahun azza wa jall, mos mendo që është humbje kohe. Mos mendo që është disfavor tonë. Mos mendo që s'ja ke arrit qëllimin. Vëllezër dashur, me dhikr, me përmendje të Allahut, fiton më shumë dhe më të mira prej Allahut se sa i cili ka bu dua dhe dhikr. Shembull, e ki një person e ka lutur Allahun se edhe doja dhikr. Edhe doja është dhikr. Mesin e duas është edhe dhikri. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kanë e preokupon kanë e angazhon përmendja ime, dhikri im ndaj seneve tjera, Allahu do t'ja plotëson atina më mirë se e jep atyre të cilët lutin edhe më shumë. Shembull, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ardhur një sahabi pejgamberit ka thonë, o dërgumi Allahut, unë gjatë duas kur të luti Allahun, sa të çoj salavat tije, tha ban me quë një të katërtën e duas, me të bon Allahumma salli ala Muhammed, tha po, nëse do në shtoj, po tha me bu gjisën, tha dhe nëse gjisën e kohës, sa ban do, me quë salavate, ka thonë mirash, edhe ban me shtu, tha ja Rasulullah, po me bu qatë kohën, e shka bajt do, hitë zbajt do, hitë se luti Allahun, të në kohën veç Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, tha me bu këta, i dhe në tha, ju këferu dhembu. Allah azza wa jall tha, ta largon gajlen, ta largon mërzin, edhe ti falë gjënahat. Ti hitë se ke lutë Allah, me që këtonë, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed, Allahu po ta plotësoj ka dëshira, çfarë i kin zemër. Edhe dhikrin, kur ta përmendesh Allahun azza wa jall, Allahu po ti plotësoj ka dëshira çka i kin zemër. Hiç me lutë Allahun subhanallahu. Edhe më shumë, edhe më mirë. Është një rast, edhe me këtë e përfundoj, edhe pse ka shumë me folën, po është thuhet që Imam Ahmed ibn Hanbeli një ditë prej ditëve shkon me një xhami edhe mbrëmje, mri në akşam. E fal namazin e yacijës edhe don me flet në xhami. Ahmed ibn Hanbeli, hoxha i nderuar, imam. Mirë po odbori i xhamisë, këshilli i xhamisë e nxjerrin për xhami. Dhe del Imam Ahmedi. Dhe kur del Imam Ahmedi lip konak, shkon djata, shkon majtas kurkun, hiç. Ja kam qelë xhamin, s'ka pas ku me flet, kur tu hec në atë vendin, e shef një furaxhi, buk pjeks. A dhe din që furaxhit këtë natën punojnë, dhe tash, s'ka ditë. O, thot, hajde bujrëm, thot, a ban me bon konak, ta, po, hiç pa problem, ta, bujrëm, unë gjët Imam Ahmed ibn Hanbeli aty dhe do me flet. Mirë po e shef një send të ki buk pjeksi, ti shka interesant i duk. Shka bëjt? Buk pjeksi, shka prek ke për me të Allah. Ka bukën subhanallah, elhamdulillah, Astaghfirullah, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Shka prek? Edhe Imam Ahmedi tha, jam të e po që shumë po e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. A e ki lutë Allahun subhanahu wa ta'ala për dishka, tha gjithë çfarë kam deshtën mu ka plotësu. Tha shka kam desh shpirti mu ka plotësua. Tha veç një Allah s'ma ka plotësua. Likum të shka? Tha ta ban me ditë qëfar. Tha vallahi që 3 vjetë jam të desh me po Ahmed ibn Hanbeli. Du me po Ahmed ibn Hanbeli, po i preokupum me punë këto dhe s'po kam kuna mi alon punën, që me shku të erin Bagdad me takue. Se shumë kam qef me po. Tepër kam qef me po. A, tha që. Allah tha ta ka pru Ahmed ibn Hanbeli në shpi. Tha unë jam Ahmed ibn Hanbeli. E kjo është vlera e dhikrit. Ka dhe shumë e fol për dhikrin, po lusë Allah në azogjen që neve dhe juve të na e fol gjunat, na ban për panurve gjenetit, po për fund, po ju thamë vlezër të dashur, një lutje, veç të ta gjenë, që e gjithë. Vlezër dashur është një hadith në Muslim. Hadithi është në Muslim, edhe është sunet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bënë mes dy sejdëve. Kur bish sejdën e parë subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, çosh apo. E çket ku qëndron pak imami. Janë ja 10-15 sekonda. E ka thonë kush e bën çket do, Allahumma ighfirli. 5 fjala. Po Allah falem. Allahumma ighfirli. Warhamni
wahdini warzuqni. 5 fjalë. Allahumma një. Që është ikfirli, irhamni, wahdini warzuqni. Ka thonën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka lutë robi, nuk ka kërkuar robi prej Allahut diçka më të mirë për këtë dunjë dhe në botën tjetër se sa këto fjalë. Nuk ka kërkuar robi prej Allahut diçka më të mirë për këtë botë, edhe për botën tjetër se sa këto fjalë, Allahumma ighfirli, Allahumma irhamni, Allahumma ihdini, Allahumma irzuqni. Domethën Allahumma sefte, domethën ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Lusë Allah në xhenet dhe në fal gjunat, na bën prej banorëve të xhenetit,